Një përplasje fort verbale ka trazuar sërish atmosferën në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, duke dëshmuar se tensionet mes banorëve po rriten ditaditës. Debati i kësaj të mërkure vuri përballë Arditin dhe Ludon, dy banorë me qëndrime dhe stile loje krejtësisht të ndryshme, çka u reflektua qartë edhe në mënyrën se si u zhvillua konflikti. Gjithçka nisi nga një deklaratë e Arditit, i cili la të kuptohej se nuk e konsideron veten në të njëjtin nivel loje me Ludon dhe disa të tjerë brenda shtëpisë. Kjo fjali duket se preku menjëherë nervin e këngëtarit, i cili reagoi me tone të larta dhe pa filtra. Po çfarë niveli, po ka pluj. Çfarë lojtari e ti, lojtar frikacak, u shpreh Ludo i revoltuar, duke akuzuar Arditin se po luan një lojë të fshehtë dhe pa guxim për të përballur drejt për drejt. Situata u tensionua edhe më tej kur Ludo vazhdoi me deklarata edhe më të ashpra, duke ulur tonin e debatit në nivel personal. Kush je ti? Shuj aty. Lojtar nuk je, të respektoj si njeri. Sa për ty duhet me u fik televizori nesër, tha ai, duke lënë të kuptohet se e sheh Arditin si të parëndësishëm për dinamikën e spektaklit. Nga ana tjetër, ndryshe nga kundërshtari i tij, Arditi është shfaqur dukshëm më i përmbajtur. Ai nuk e ngriti zërin në të njëjtën mënyrë dhe u përpoq ta menaxhonte situatën me qetësi, duke ruajtur profilin e tij më pasiv që ka ndjekur gjatë gjithë qëndrimit në shtëpi. Pikërisht kjo qasje më e heshtur ka qenë shpesh objekt kritikash nga banorët e tjerë, të cilët e akuzojnë se po fshihet pas një sjellje të butë për të mos u ekspozuar në debate. Debati mes tyre nuk u mbyll me kaq. Të dy vazhduan me ironi, thumba dhe kundërpërgjigje të tërthorta, duke treguar se përplasja nuk lidhet vetëm me një fjali, por me një pakënaqësi të akumuluar prej kohësh. Diferenca në karakter, Ludo impulsiv dhe i drejtpërdrejt, Arditi më i heshtur dhe i rezervuar. Duket se po krijon gjithnjë më shumë përplasje. Kjo situatë ka ndezur diskutime edhe mes banorëve të tjerë, të cilët janë ndarë në mendime. Disa e shohin Ludon si tepër agresiv në komunikim, ndërsa të tjerë mendojnë se Arditi duhet të dalë më hapur në lojë dhe të mos qëndrojë në hije. Me afrimin e fazave më të forta të garës, përplasjet e tilla pritet të shtohen, duke e bërë klimën brenda shtëpisë edhe më të tensionuar dhe lojën gjithnjë më personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.